në videon time të radhës. Atëherë për gjithë gocat që keni për të parë që po e klikoni këtë video, atëherë ndodheni te kanali im YouTube-it. Atëherë sot kemi ardhur tek Peddler's Village, dhe të gjithë njerëzit tani po më shikojnë duke qenë se un kam hapur kamerën. Vendi që ne sot kemi ardhur quhet Peddler's Village, edhe ndodhet vetëm 30 minuta larg shtëpisë tonë. Është një vend që kemi ardhur për Krishtlindje me shoqen time Di, edhe është vërtet shumë bukur. Vetë ka shumë gjëra të bukura për pjesën e Halloweenit, pra mund të shikoni kudo që është e zbukuruar. Gjithashtu ka edhe disa scarecrows, të cilat janë këtë tip karikatura që njerëzit i kanë bërë, pra bizneset e ndryshme i kanë bërë, dhe ndodhen kudo tek i gjithë fshati, pra i gjithë fshati është rrethuar me karikatura të ndryshme që njerëzit i kanë bërë për Halloweenin, edhe ju mund të votoni tek aplikacioni që ta kanë se cila është e preferuara juaj, dhe në fund normalisht do fitoj një. Po ka vërtet shumë njerëz, edhe ne kemi parkuar makinën në fund të parkimit, pra mesi kemi gjetur një parkim, edhe kemi parkuar në bar duke qenë se shumica e njerëzve i kishin parkuar ashtu. Scarecrow janë vërtet shumë të bukura, por është vetëm një problem i vogël që është vërtet shumë. Po kam veshur të bluzën e leshit nga lart, por e sigurt që do ta heq sepse është vërtet do të jetë diku te 28 ose 30 gradë. Kështu që tani do shikojmë të marrim diçka për të pirë edhe të relaksohemi. Një vend për të pirë diçka, por është një vend që shet kafe, por është rada gjigande, kështu që Pizza Village, dhe kemi marrë pizza të ndryshme. Janë pak a shumë si proper pizza në Tiranë, pra janë kështu. Kemi marrë 3 të ndryshme, një pepperoni, kjo e cila është me çfarë është me chicken? Duke sikur është me chicken, edhe tjetra që është me djath, plain cheese. Ma kjo plain cheese nuk më pëlqen, por është okay. Kemi marrë gjithashtu dhe kola, të cilat kemi marrë në shishe. Edhe ulëm, shqyr që ulëm tani që gjetëm një vend sepse jashtë është realisht shumë vap. Kjo pizzeria ndodhet nga lart të fshatit, sepse të gjitha lokalet që ishin brenda në fshat ishin të gjitha plotë. Në rada e ishte edhe për një kafe super e gjatë. Kështu që ne tani po vazhdojmë po ham sepse ka pak zhurmë këtu brenda, edhe do dëgjojmë më pak. Këtu mbrapa ndodhet një bakery, e cila pra një si tip furrë buke le të themi, e cila është për i qenë, pra ka gjërat që janë si tip treatments, që mund të jenë ëmbëlsira ose gjëra që qenë nuk mund t'i hanë për ditë, por mund t'i hanë një herë kaq. Edhe është gjë vërtet gjë shumë e bukur, sepse këtu shumica njerëzve mbajnë kafshë shtëpiake, dhe mendoj se ishte më shumë për qenë edhe për mace. Pica që ne hëngrëm ishte vërtet shumë të mira, ju thashë pizzeria quhej Pizza Village, por do ta lë adresën diku këtu të shkruar, sepse vërtet që ja super vlen. Ato me pepperoni ishin paksa të rënda. Pica që ishin me djathë dhe ato që ishin me pul ishin vërtet shumë të mira. Të gjitha kushtuan diku te $40, morëm 6 copa pice dhe 3 kola, plus tipin diku tek $40-50.
doni që të vizitoni fshatin që quhet Peddlers Village, do ta lë adresën të shkruar këtu dhe vërtet ja super blen për gjithë që jetoni këtu afër në Philadelphia. Ne tani jemi tek Sticky Situation edhe duam që të marrim një shurup për ato për pancakesa, sepse keni parë në mëngjes që unë bëra pancakesa, po mbaroi shurupi. Edhe kanë krijuar këtë gjë kaq të bukur. Ryan po kënaqet vërtet shumë, edhe pse është vesh shumë të gjata dhe kava. Por are you having fun? Yeah. Yep. Well, I feel bad for the bee. It doesn't have wings. Oh, it doesn't have wings. Like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you. Always in bloom. Always in bloom for times I've stranded, a castaway on unknown shore. Atëherë unë tani po filmoj me telefon sepse më ka mbaruar bateria e kamerës. Dhe tashmë e dini që iPhone 17 Pro Max ka pjesën që mban telefonin drejt, po kthehet landscape. Kështu që vendosa që ta provojmë bashkë edhe pak cilësitetin e iPhone-it, duke që se shumë goca më kanë pyetur për review të iPhone-it. Duhet t'ju them që te Peddlers Village nuk ishte hyrja me pagesë, pra unë të vi kushdo. Ti ju sugjeroj të vinit herët, pra para ditës dhe mos të vinit në fluks siç kemi ardhur ne sot në orën 12:30. Por parkimi është vërtet shumë i madh, pra ka vërtet shumë vende që mund të parkosh. Thjesht nëse doni një vend që të jetë sa më afër fshatit, është mira që të vini më herët. Do doja që të merra një koktejl, po më pjeja zakonisht shumë, por rada për të koktejli ishte vërtet shumë e madhe, gjigante. Duhet ta keni parë besoj në një nga vlogjet e shkurtra që un kam xhiruar, dhe nuk mund të prisja aty në radhë 20 minuta për të marrë një koktejl. Kemi ardhur në 12:30 edhe tani që po ikim ora 3:30, pra qëndruam 3 orë, kemi shryar vërtet shumë. Por ne do vim prap javës që vjen, pra të shtunën që vjen, por do vim pas dite në darkë sepse bëhet festa e birrës. Do vi vetëm me Olenin, pra do vim pas dite, më që ta shijojmë pak më shumë. Dhe nëse ndonjë nga ju goca do jetë aty ditën e shtunë, pra për festën e birrës, atëherë do kisha shumë kënaqësi që të takoja. Pse jo të pinë një birrë së bashku, kështu që tani po ikim në shtëpi, unë po e mbyll kamerën edhe bashkë shihemi pas dite. Mua. Hello, nga dita e dytë e këtij vlogu. Atëherë ma po më shikoni në makinë sepse sapo mbarova punën. Tani po ikë te CVS-i, do marr pak shampo të flokëve sepse më kanë mbaruar, edhe shampoja dhe balsami. Gjithashtu do marr dhe make-upin që u marr gjithmonë, Fit Me, nuk marr dhe make-up të shtrenjtë, por thjesht marr atë i cili më duket se është 12 ose $14 në farmacia që nga plot me njerëz. Nuk e di si jeni ju me parkimin, por te këto parkimet të drejt, unë jam vërtet shumë mirë, sepse këtu në Amerikë parkimet janë të gjitha drejt, nuk janë si në Shqipëri që duhet të futesh midis dy makinave, po flas se zona ku ne jetojmë, sepse ka njerëz që jetojnë në qytet dhe janë të detyruar të parkojnë midis dy makinave, i cili është parkimi pak më i vështirë. Do t'ju jap një lajm të keq në lidhje me maçokun ton të vëshkël. Atëherë, e keni parë te video e kaluara që ne kemi marrë maçokun, e kemi mbajtur vetëm një javë, pastaj duke qenë se nuk po dura dot aromën e keqe të gjërave që bën macja, pra që del jashtë, atë vendosa që ta çoja prap tek mami Olenit, pra hoqëm dorë, si të themi, për 2 ditë. Në momentin që shkuam pas 2 ditëve prap te mami Olenit, sta e pash, tash ti do vish në shtëpi me mua, domethënë, mezi po e prisa që ta shikoja, ta mira në krah, sepse nuk e di u lidh shumë me ne, sepse për 5 ditë. Mënyra se si rrinte, domethënë, te krahu im, i mblidha të duart kështu këmbë, domethënë bëhej tamam si një fëmijë i vogël, edhe
e fërkoj te koka, mbylte syt, bënte atë zhurmën që bëjnë tipike macet kur i fërkon. Dhe thash, "Ok, ti do vish me ne, nuk më intereson pjesa e jashitjes." Sepse mami Olenit më tha që ekziston një spray që cilin ti mund t'ja hedhësh edhe nuk vjen erë keqe në kohën që e mban një kafshë shtëpiake brenda dhe thash, "Ok, e gjetëm zgjidhjen, pra do t'i marrim atë." Shkuam te Xhandi, kemi marrë rërën, kemi marrë ushqimin, i morëm të gjitha gjërat që duheshin, dhe kur flasë rërë dhe ushqim, flasën për masat të mëdha, duke qenë se vendosën që do ta mbajmë. Por, duke lexuar kontratën, sepse dija që ekziston një pagesë nëse mban kafshë shtëpiake në shtëpi, kontrata thotë që ne duhet të paguajmë $50 muaj për macen. $50 muaj për muaj, bie në fund të vitit paguajnë $600 për muaj. Okej, deri diku këtë edhe mund ta përballonim duke qenë se është një pagesë $50 e cila është çdo muaj, pra nuk është $600 një herëshi. Edhe pse duhet të kuptoni që këtu në Amerikë nuk është si në Shqipëri, sepse ushqimi i macës kushton rëra që do t'i marrësh, e di që këto gjëra kushtojnë edhe në Shqipëri, por normalisht në Amerikë kushtojnë pak më shumë. Por nuk ishte vetëm ky problemi kryesor, duke qenë se ne macën e kemi marrë nga prindrit e Olenit, të cilët ata e mbajnë jashtë. Këtu na kërkojnë të apartamentet edhe immunization card, pra immunization record, më duket se quaj, ose card, nuk e di, në të cilat tregojnë të gjitha kontrollet që maca ka kryer, të gjitha vaksinat, të gjitha me radhë, por problemi është që maca jo nuk ka bërë as edhe një kontroll, as një vaksinë. Për t'i bërë këto të gjitha nga e para, e sigurt që do kushtojnë mbi $300-400 vetëm vizitat e doktori, vaksinat e gjitha me radhë. Dhe më tha shoqja që Silvia ki parasysh një gjë, që sa herë të shkosh tek veterineri do paguash minimumi $200-300. Tani të jemi sinqert, ne jemi në shtëpi me qera, dhe nëse unë do detyrohem të paguaj kaq shumë për të mbajtur një mace, nuk i kam ato mundësi. Do ta them tro çfarë, sepse nuk dua të bëj tani, i kam ato mundësi për ta bërë, por unë thjesht nuk po e bëj. Jo, nuk i kemi aq mundësi sa të paguajmë aq shumë për të mbajtur një mace. Do thonë ju më dhëm në shpirt, më dhëm aq shumë sa vetëm unë e di se çfarë që më dërgoi mesazha ajo apartamenteve, menaxherja, email. Isha zoti madh pse, domethënë, ok, unë mund të paguaj fin, po ti më do dhe vaksinat që kafsha mund të ketë. E kuptoj që vaksinat duhen jo vetëm për macen, ose jo vetëm për rekord për ata, duhet edhe për ne për të mbrojtur të gjitha me radhë, por nuk jam gati për të shpenzuar aq shumë për një mace, duke qenë sepse ne kemi planet tona për të cilat nuk do i flasim gjitha këtu në YouTube, edhe ndoshta do i flasim në një moment tjetër të dytë, por jo tani. Kështu që nuk është mendoj se është një shpenzim të cilin ne duhet ta bëjmë tani direkt. Okej, mund edhe ta bëjmë, mund të mos ta bëjmë, nuk e di, jam shumë në dilemë për këtë pjesë, por me sa pari të kuptoj, nuk do ta mbajmë. Edhe ndjehem shumë e mërzitur sepse ai që shkoja në shtëpi që haja drek, më jemi ishte aty më priste. Vinte tek neve në darkë, flinte me ne, flinte tek këmbët tona, në fillim e kisha pak problem pjesën e qimjeve dhe kështu, po pastaj një javë ndodhi, nuk është të më zgjati shumë, edhe mësova. Edhe këtë problem kam, edhe më vjen shumë inat, se sa lidhem unë me kafshët, edhe me macën e parë që kisha me Snickersin, domethënë Snickersin nuk e mbaj më sa kohë mbajtëm, por e mbajtëm pak më gjatë se sa thjesht një javë. Momenti që unë lidhem shumë edhe i dua shumë, afeksjonohem pas tyre, duhet të ndodhi patjetër një gjë, nuk është se ndodhe një gjë, por thjesht janë vendimet tona që ne marrim në jetë, edhe duhet që mos ta kemi më atë kafshë. E njëjta gjë ndodhi me Snickersin, që unë hoqa nga që më thanë ngele shtatzan edhe nuk duhet të mbash mace, duke qenë se Omerani kam qenë shtatzan 20 e ca vjeç, pra kam qenë shumë e vogël dhe nuk ishte një njerëz që të më thoshte Silvia ai shikoste të mbash mace, ose ndoshta unë nuk kam pyetur, ose ndoshta nuk kisha njerëzit e duhur rreth e rrotull, do më thoshin shikosh macja nuk dikon në shtatzani, ti mund ta mbash, edhe macja Snickersit tani mund të ishte edhe gjallë. Jemi të detyruar për pjesën e shpenzimeve që të mos e marrim. Dhe i thash Olenit që në fillim që nëse do marrim një kafshë shtëpiake nuk mund të bëj varavingo, pra herë merr, herë ço. Tani vetëm mundësi që na gelet është nëse nuk e mbajmë në shtëpi, që me shumë mundësi nuk do ta mbajmë. Atëherë do mundohemi që ta shikojmë sa herë që shkojmë nga prindrit e Olenit, pra andej macja do jetë atje, thjesht unë dua që ta kem në krevatin tim të voçkël, ta përkëdel, ta ushqej, lërajani të lozim atë, por duke qenë se Rani shkon nga prindrit e Olenit për ditë, ndryshe nga ne që mund të shkojmë pak më rrallë, pra 2-3 herë gjatë javës, atëherë ai ka më të lehtë për ta takuar matën.
tek CVS si fillim, duke qenë se mora vetëm 2 gjëra. Mora bojën e flokëve, është kjo cappuccino që marr gjithmonë, duke qenë se më kanë dalë thinja, dhe nuk e kuptoj sepse po më dalin kaq shpejt thinja. E keni parë që unë përdor këtë shampon Elviv nga L'Oréal Paris, por përdor atë ngjyrë portokalli. Por duke qenë se nuk e kisha te farmacia, vendosa që merrja këtë ngjyrën e zezë, e cila është për dëmtim. Atëherë kjo është shampoja, duke të kushtonte $10, dhe kjo është conditioneri që gjithashtu kushton $10. Nëse përdorni një shampo, mundoni që të përdorni të njëjtën pra model ngjyrë, edhe conditioner në mënyrë që flokët t'ju qëndrojë sa më mirë dhe t'ju mbajë aromë të mirë. Unë në fakt aromën nuk e di se si e ka kjo, sepse është e parë që do ta provoj, por le ta nuhasim. Shumë aromë mirë. Mora gjithashtu make-upin, këtë Fit Me, marr nuancën nude beige, e cila është numri 125, dhe kjo më duket se është diku tek $12-13, por nëse gaboj me çmimin do ta lë diku të shkruajtur, pra nuk është e shtrenjtë. Besoj mund ta gjeni kudo. Gjithashtu mora edhe këto gamis, të cilat supozoj t'i hanë në makinë, por nuk i hëngra. Kjo është arsyeja sepse kur erdha në shtëpi, më kishte rënë sheqeri, edhe kanë këto sheqeri gjallë me pa fjalë. Gjitha këtu dhe CVS-i kushtuan $48, e keni edhe këtu listën e çmimeve. Dhe tani ju tregoj se çfarë mora tek Gianti. Te Gianti nuk është se mora shumë gjëra, mora të gjëra që më duheshin. Mora një salt barilla e cila është me qep edhe me bërtulok, sepse sot kam vendosur që të bëj fasule për darkë. Kjo është arsyeja sepse kam marrë 2 pako fasule. Kam marrë 3 kastraveca më dhenj, sepse dua që të bëj një lëngë shit të cilin do ta tregoj pak më vonë. Kam marrë banane, këto nuk kam marrë shumë të pjekura, sepse kur janë shumë të pjekura, priqen shumë shpejt. Kam marrë kastraveca të vegjës, këtë ka qenë Briani. Tu kemi limona, më qesë me limona. Tu kemi 5 bukë për tost, të merajnë me vete në shkollë, dhe ka gjithmonë qef që të marrë tost me vete. Këto janë disa si tip strudel, këto janë 12 copë dhe janë me moll. Këto kushtonin $3.50. Nuk kam provuar, por do ta provojmë tani. Megjithëse na kishte rënë sheqeri, tani do ha vetëm sheqer me sheqer. Deri diku janë të mira, më duket se janë pak të thata, diçka nuk shikon me pjesën e brumit. Nëse ti ka qenë atë shumë sheqer, kjo po më duket pak sa e çuditshme. Nuk kam marrë 3 mollë jeshile, sepse këto ti përdorim për lëngun që do bëjmë. Tu kemi një orbit me kanell, sepse unë kam shumë qejf me kanell. Kam marrë rush. Te kemi qejf familjarisht edhe unë dhe Leni. Tu kemi një kungull, por këtë kungullin nuk e kemi marrë për zbukurim, por do ta përdorim për zbukurim deri në momentin që të bëjmë diçka me këtë, dhe nuk është gatim, por është një pije të cilën do ta tregoj ose më saktë keni për ta parë në një reel. Kemë marrë edhe një shalqi sepse donte Ryan dhe më kërkoi dje në darkë. Atëherë këto ishin të gjitha gjërat e Gianti, kushtuan $55. Këtu. Atëherë duhet ta keni parë që unë shkova te mami Oleni te kopshti dhe kemi mbledhur vërtet gjëra shumë të mira nga kopshti. Kemi mbledhur speca, të cilat këto janë paksa djegëse dhe do t'i përdor tek fasulet, sepse mami Olenit më thaj që këto nuk ishin shumë spicy pra sa specat e kuq, kështu që mund t'i përdorja shumë mirë të mos bëhej pra gjella shumë spicy fasulet. Kam marrë gjithashtu domate, por domate tani nuk është janë shumë të mira sepse po mbaron sezoni ose ndoshta nga që është bërë ftohtë. Kam marrë patlıxhanet, por është sigurt që tani këtu do larë sepse janë tërpal. Nesër e ka dhënë për shi, kështu që prandaj vajta dhe mbledha sot. Këtu kemi gjethe preshi, të cilat mund t'i vendos tek ulliri, dhe gjethet e qepës të njom të cilat janë këtu, por siç më na kuptoni janë vetëm gjethet, se duhet të blerë shi që t'i shkulim, nuk shkuleshin ashtu siç ishin. Këtu kemi prap speca patlıxhane. Okej. Se kam marrë shumë, nuk kam marrë 1 dhe 2 sa po ju tregoj, sepse mami Oleni të gjithmonë merr, gatuaj, edhe më ka vendosur vërtet shumë. Këtu kemi kungull, të cilin në fakt kam 3 copë, të cilët do t'i bëj në fundjavë byrek me kungull. Por e keni parë tek një nga vlogjet e mia që unë kam bërë, pas atij vlogu kam bërë edhe 2 herë të tjera, kështu që kjo do jetë një herë e tretë, të cilën përsërin e katërt në fakt, të cilën nuk do ta shikoni. Gjëja për të cilën jam shumë emocionuar janë këto. Atëherë kjo është celery dhe unë mendoja se kjo ishte brozilok kur e pash te kopshti, por mami Oleni tha jo, është celery. Edhe i kam kaputur, pra i kam prerë të gjitha këto dhe do t'i bëj lëng. Pra ky është lëngu që unë do bëj duke përdorur celerin. Pasi t'i kem larë mirë, do përdorim edhe gjethen sepse është vërtet gjethe e trash. Okej, mora kaq, mendoj se janë mjaftueshëm, ose ndoshta janë tepër, nuk e di, por do përgatisim një lëng keshil së bashku. Atëherë, këto ishin të gjitha gjërat që unë kisha marrë, gjitha gjërat që ju tregoja, tani do t'i sistemoj pak shpejt, edhe të fillojmë edhe t'i lajm edhe të fillojmë të gatuajmë sepse ka vajte ora 7:30. Kështu që le të fillojmë. I was quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to
pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. Of my heart to reassure that it couldn't break to pieces and be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. Sa po bëra një dush edhe dua t'ju tregoj pak fytyrën time e cila është super acaruar. Okej, po ofrojmë pak. E hoq efektin që ka kamera për të bërë fytyrën smooth dhe mund ta shikoni këtu të sa keq është acaruar. Okej. Kjo këtu është bërë shumë keq, do të thënë këto të dyja janë më të mëdhaja. Vetmja gjë që do bëj tani është të marr një kub akulli edhe do ta vendos tek pjesa e akneve. Po filloj nga kjo e madhja këtu sepse realisht po më dëm shumë. Edhe pastaj do t'i vendos një nga ato pimple patches. Por realisht kjo këtu po më dëm vërtet shumë. Një ditë në fakt që më është acaruar, por e di që është hormonale dhe këto të dyja më dalin gjithmonë një para ciklit. Kështu që nuk më bën çudi fare, po fare që ka dalë. Nuk përdora as scrubbing, duke qenë se aknet i kam të acaruara dhe nuk duaj që të acarohen akoma dhe më keq. Përdora vetëm larsin vajor të albumat që kam treguar edhe larsin e Amar Lile Studio. Okej, po më dhe vërtet shumë kjo. Vjen shumë e natë se fytyrën e kisha shumë mirë, dhe me thënë do t'ju lë tani një video se u kam thënë tek video e kaluar që do li edhe kam harruar, se si ka qenë fytyra ime përpara se të merrja produktet e Amar Lile Studio dhe do t'ju lë një foto se si ishte fytyra ime, do t'ja lë me screenshot që shikoni edhe datën, duke se ka qenë para 2 ose 3 ditëve, para në fundjavë. Dhe fytyra ime ka qenë vërtet shumë mirë, por tashmë e dini që para ciklit kemi dhe neps shumë të keq dhe unë kam bërë vërtet shumë mbërthjera. Dua shumë që të më ikin dhe të më pastrohet fytyra dhe duke qenë se jemi tek pjesa e fytyrës, nëse jetoni këtu afër pra në Horshan tashmë e dini, Horshan Philadelphia, do të thënë jo në Philadelphia në qendër, por diku këtu vërtet në Horsha. Do ju falenderoj shumë nëse do kishit një person që bën trajtime fytyre, por që ta keni provuar vetë, pra jo thjesht nga review që mund të gjeni nëpër internet, por që të keni eksperiencën tuaj personale, sepse realisht më duhet një pastrim super i thellë i fytyrës, por kam shumë merak, edhe në Saran kam bërë vetëm një herë edhe nuk më ka pëlqyer, prandaj po ju them nga eksperienca juaj për diçka që juaj ka pëlqyer, sepse realisht kam vërtet shumë nevojë. Përveç se pastrimit të fytyrës ka nevojë patjetër të bëj vetullat. Tashmë vetullat e mia i keni parë dhe i keni stërparë se sa keq janë, edhe pse mundohem që t'i lyej me laps. Këto kohët e fundit sikur nuk më qëndrojnë aq mirë sa duhet. Dhe që duhet t'i bëj patjetër një microblading, por unë kam gjetur vendin në fakt se ku do t'i bëj, por do t'i shikoni tek një nga videot e radhës, sepse kam bërë booking një takim për thonjt, do të thënë do t'i bëj me gel. Gjithashtu do flas edhe për pjesën e vetullave, por dua t'ju them diçka për thonjt plastik që blini në market, eksperiencën time personale të keqe. Dhe në Shqipëri i bëja çdo muaj, pra nuk ishte një muaj që unë t'i lija thonjt sikur 10 ditë që të merrin ajër.
Por goca që mi bënte Kela ishte vërtet shumë kujdesshme sepse vendoste pjesën e antimikut e thori. Ka marrë thonjë plastik, i ka vendosur që kur fillua të vija në fillim këtu në Amerikë për gjatë gjithë kohës. Pra hiqin palë, bërë një palë. Ikte një thua e vendosja përsëri. Pra nuk kanë pushuar thonjt asnjë ditë pa të thonjë plastik, pra që të merrin ajër. Dhe do i tregoj se çfarë më ka ndodhur. Okej, mos u tremni se është vërtet duket vërtet shumë keq. Nga disa dallohet aty tani, ka qenë edhe më keq akoma, më kanë marrë thonjt myk. Do me thënë është këtu, është ky i madhi që është shumë keq, më thënë i madhi është më keq nga të gjithë, është ky thori tjetër këtej. Në fakt unë doja që t'i lija thonjt pa bërë, pra të pa vendosur thonjt plastik. Në momentin që hoqja thonjt e kuq, të cilët këtë radhë të mbajtën pothuajse fare, pash të pjesën e mykut dhe më ka ikur truri, pra më mërziti vërtet shumë. Edhe duke qenë se kanë takimin e thonjve në datën 18, atëherë thash të marrin pak thonjt ajër, sepse normalisht unë t'i bëj me gel, me tipsa. Posuar disa foto në Instagram të Peddler's Village që ne ishim dhe të kam marrë shumë mesazhe për flokët. Do të thënë sa të gjata, sa të shëndetshme dhe sa të bukura. Do të thënë flokët vërtet janë zgjatur goxha, por nuk i kemi aq mirë sa duke në foto sepse na kanë ikur flokët, do të thënë ku kanë ikur. Sepse flokët e mia kanë filluar edhe po bien vërtet shumë tani që bëra dush. Më kanë rënë goxha. Okej, dhe këto pjesët anësore këtu nuk janë fare në gjendje të mirë. Okej, mund të duket sikur kanë flokë të rinj, por duken hapësirat shumë sidomos kur i ka, pra më janë rralluar. Di se çfarë do t'i bëj, do që të filloj të përdor përsëri vajin e rozmarinës, ose të filloj të çfarë të bëj. Mendoj që të marr dhe vitaminat për flokët, janë ato arushat që i kam parë këtu në Amerikë që i përdoren shumë, edhe po mendoj që të përdor ato. Duhet patjetër të marr dhe magneziumin se kanë filluar zemërçi përsëri edhe nuk po fle fare mirë natën. Pra kam vërtet shumë në të këqija sepse shikoj ëndra të tmerrshme. Nëse nuk po tregoj ëndrat që kam parë, po kanë qenë vërtet shumë të tmerrshme. Edhe shpresoj të na dalin për hajër. Okej, hapi fundi tani është të vendosim kremin hidratues nga Amarlile Studio, që është vërtet shumë i mirë. Edhe ta vendosim për hidratim sa më të mirë të fytyrës. Unë në fakt duhet të vendos pimple patches një herë dhe pastaj kremin. Nuk duhet që t'i ngacmoj më, se i bëra më keq se që janë. Isha më keq, edhe si shikoni kremin nga Amarlile Studio e kam përdorur, pra kam përdorur çdo ditë. Edhe më ka pëlqyer vërtet shumë. Por duhet ta kuptoni që këtë radhë fytyra ime është pjesë e ciklit edhe hormoneve, por nuk kemi se çfarë t'i bëjmë. Sigurisht që pas një jave, pasi të kaloj cikli, ka për të qetësuar sepse kështu më ka ndodhur gjithmonë. Por duhet të mbajmë dhe pagojën, sepse kemi ngrënë vërtet vetëm gjëra të skuqura këtë periudhë. Kemi ngrënë vetëm makarona, pilav, por nuk kam gatuar fare mirë. Kemi ngrënë byreqe, brumra. Edhe duhet të fillojmë të gatuajmë perime, duhet të fillojmë të ham peshk, edhe pse peshk nëse kam qef, por karkaleca, pra gjëra deti, edhe jo më gjëra të skuqura në vaj, pa gjëra të gatuara në furrë. Okej, tani vetëm ajo që unë duhet të bëj është shtrihem edhe të flej gjumë, nuk kam dhënë të editoj, sepse ora tani ka shkuar 11:30 dhe normalisht nuk kam kohë fare që të editoj, sepse më duhet që nesër të çojmë për në punë. Dhe sot gjitha ditën më të lodhshme të punës për të filluar xhirimet e vlogut, por është okej, pra kështu duket një ditë ime normale e zen edhe lodhur në punë. Atëherë, do të falenderoj shumë që keni ndjekur këtë video, si gjithmonë mos harroni që të bëni një subscribe, një koment edhe një like nëse keni pëlqyer këtë video. Ne bashkë shihemi tek videoradhës që shpresoj të dalë sa më shpejt. Atëherë ndërkoj në zemër të vogël dhe ne bashkë shihemi tek videoradhës. Nathan!